mirëmbrëma të nderuar miq, publik që unë kam në studio, familjar, të personave të humbur, mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen dhe që na ndjekin në këto momente në valët e televizionit publik shqiptar në këtë emision të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. E mërkura erdhi dhe ne takohemi sërish pranë këtë maraton kërkimesh, verifikimesh, investigimesh në kërkim pra të gjurmëve të këtyre personave të cilët kanë humbur kontaktin me familjarët e tyre shumë vite më parë. Sonde do t'jetë një mërkurë gjatë dhe unë kam besim pra në informacionin tuaj, në mbështetjen tuaj, të nderuar miq, por përpara se ne të fillojmë rrjedhën dhe në cilat do t'jenë raste që do të prezantojmë sonte, për të gjithë ju që nuk na keni ndjekur një javë më parë, se çfarë ka ndodhur në këtë studio, cilat kanë qenë raste që ne kemi prezantuar, çfarë ka ndodhur gjatë zhvillimit të emisionit, ndjekim një javë më parë në studion tonë dhe kthehemi më njëherë në studio. E mërkura e datës 8 shkurt në njerëz të humbur, kishte rezervuar për shikuesit shumë histori të cilat morën zhvillime të ndryshme. Për historinë e 33 vjeçarit nga Fushkruja, Sokol Tufa, dolën në pa disa fakte të tjera. Një arsye e mundshme e largimit të tij përpara 8 vitesh, mund të jetë dhe kërkimi nga policia shqiptare. Nga banorët të Niklës dhe nga të gjitha informacionet dhe versionet që na kanë treguar ata, kemi arritur në përfundimin pra të kësaj historie dhe të këtij versioni të ri që ne sapo treguam që përpara 3 javësh se Sokoli të zhdukej, në fshatin Nikël kishte ndodhur një vrasje pasi një afërmi i bashkëshortes së tij Mirandës ka vrarë komshiun e tij dhe diskutoi gjithmonë që kjo pistolet ka qenë e Sokolit. Pas publikimit të historisë Agron Mahallës, larguar nga Shqipëria që prej vitit 1992 drejt Greqisë, vim për herë të parë shenja jete. Para 5-6 muajsh, ka qenë duke punuar në një spital në Larisa, ndodhet në dalje të Larisës, në thonë në Shqipëri. Ishte byrësuar nga një çift grek, të cilët jetonin në Amerikë dhe ndaj Agroni shkonte shpesh që ata t'i takonte. Kishte një pasaport greke në emrin Jani, por në familjen e tij në Shqipëri kishte një vëlla dhe 5 motra, me motrën e madhe kishte qenë shumë i lidhur. Në rubrikën Kthim pas vitesh, kërkoi Ismail Taipi, shkëputur çdo lidhje me familjen që prej vitit 1965. Ai ndoqi një itinerar fillimisht Shqipëri-Greqi dhe humbja e kontaktit shënohet nga Belgjika. Pra, këto ishin raste që ne prezantuam dhe gjithë ato që çfarë ndodhen të mërkurën e kaluar në emisionin ton, pikërisht në këtë studio. Dhe ne vazhdojmë me rastet cilat kanë ngelur pezull, pra dhe nga java e kaluar, por sonde do të prezantojmë dhe histori të reja. Për këtë arsye të nderuar miq, ne kemi nevojë shumë për mbështetjen tuaj. Por përpara se unë t'ju njoftoj për numrat tanë telefonit, të cilët siç e shikoni keni të afishuar në ekranin tuaj, cilat do të jenë raste që ne do të prezantojmë sonte. Pra sonte do të kemi 3 raste kryesore, do të kemi edhe raste të cilat për herë të parë publikohen pra për publikun shqiptar, por dhe për gjithë ata që ndoshta i kanë parë këta persona. Unë do doja të tregonim një herë cilat do të jenë rastet që do të na shoqërojnë këtë mbrëmje. Ndjekemi insertin dhe kthehemi më njëherë. Nëse i kemi gati pra për të prezantuar të 3 rastet, atëherë do të jemi në pritje për 3 rastet kryesore që ju të nderuar miq që keni ndjekur dhe gjatë gjithë zhvillimit të programacionit në televizionin publik shqiptar ditën e sotme. Megjithatë, për derisa të jetë gati inserti, unë dua t'ju njoftoj se me ne mund të kontaktoni në numrat tanë të telefonit, të cilët i keni të afishuar në ekranin tuaj, janë 3 numra fiks, ku ju mund të telefononi dhe gazetarët janë në pritje të informacioneve, sugjerimeve, denoncimeve të rasteve të reja që ju keni në adresë të emisionit tonë. Gjithashtu në dispozicionin tuaj, operatori parë shqiptar Plus Mobile, të cilin unë dua ta falenderoj për mbështetjen që jep misionit tonë humanitar që ne kemi marrë përsipër, ka vënë në dispozicionin tuaj numrin Plus Mobile, i cili do të jetë vazhdimisht i afishuar në ekran për të gjithë ju që dëshironi të ndihmoni me informacione. Mund të dërgoni në këtë numër celular Plus Mobile, mund të dërgoni informacionin tuaj nëpërmjet një mesazhi, i cili ka vlerën e një mesazhi të thjeshtë, pra nuk ju kushton. Por informacioni mund të dërgoni dhe nëpërmjet faqes tonë zyrtare, pra në postën tonë elektronike. Gjithashtu në dispozicionin tuaj është edhe pra Facebooku, adresa e emisionit Njerëz të humbur, ku ju mund të kontaktoni në kohë reale, pikërisht në këto momente që zhvillohet emisioni, me gazetarët e emisionit. Atëherë Benard dhe njerë japim se si mund të shikojnë dhe emisionin tonë
live, ndoshta dhe gjatë ditës së nesërme, pra cilat janë mundësit për të gjitha ata persona që telefonojnë vazhdimisht gjatë gjithë javës në emisionin tonë, se ku mund të ndjekin pra emisionin që ndoshta si kanë parë, fotot personash të humbur, pra cilat janë mundësit? Një ndër mundësit është pra që ta ndjekin emisionin live drejt për drejt nëpërmjet valve satelitore, nëpërmjet satelitit, ndërsa për sa i përket në internet, unë dua të them se gjitha videot e emisionit, emisioni i plot, hidhet në ditët në vijim mbas emisionit, në mënyrë që në çdo kohë ai i cili dëshiron të shohë emisionin, të japi informacione apo sugjerime të ndryshme, mund ta gjejë tek kanali jon zyrtar në YouTube. Regjia nëse më ndihmon me Nuk mund të ndihmoj dot regjia, pasi Bernard kemi një problem teknik me serverat e televizionit. Do t'ju lutesha të gjitha ata teknik që mund na ndihmojnë në këtë moment. Ky është një emision i drejt për së drejti live, është rreth 4 orë transmetimi të drejt për së drejti dhe kemi nevojë për mbështetjen tuaj për t'i dhënë ato materiale filmike që ne kemi programuar për natën e sotme. Vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë, sepse kemi shumë për t'ju treguar sonte. Kemi pas një problem të vogël teknik, por gjithsesi gjithçka është stabilizuar për momentin. Dhe njëherë do doja t'ju njoftoja cilat do t'jenë raste që ne do të prezantojmë sonte këtë mbrëmje. Ndjekemi insertin dhe kthehemi menjëherë në studio. Sonte në njerëz të humbur do të ndiqni. Nga 2 shkurti, Alex Ndreu largohet nga banesa e tij. Në çfarë rrethanash ndodhe ai përpara ikjes? Aratiset nga Shqipëria në vitet 50. A vazhdon të jetojë në Belgjik familja e Ismail Taipit? Bujar Hysa kërkon prindrit biologjik. Çfarë historie rrëfen ai? Tre raste familjare të këtyre personave ndodhen me ne sonte në studio, pra për Ismail Taipin ka ardhur ta kërkoj motra e tij zonja Sadete me mbesën Lolën. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gjithashtu Bujar Hysa ndodhet me ne në studio për të mësuar pra cilat janë personat cilët e kanë sjellë në jetë. Mirëmbrëma Bujar, mirë se ke ardhur. I cili ka ardhur shoqëruar me bashkëshorten e tij Lulietën, mirëmbrëma. Por sonte me ne në studio është edhe nëna e Aleksis Ndreut, zonja Polikseni, mirëmbrëma, zonja Polikseni, mirë se ke ardhur. Shpresojmë të kemi lajme të mira sonte për fatin e djalit. Do të qëndrojmë hollësisht tek historia e Aleksit sonte, të nderuar miq. Vazhdon të vi me ne në studio dhe babai i Valdet Elshanit, mirëmbrëma zoti Sinan, i cili sot ka ardhur së bashku me vajzën e Valdetit, mirëmbrëma Arnora, mirë se ke ardhur. Por do të kemi, siç u thash në fillim, raste të tjera të cilat do të vazhdojnë publikimi, raste të cilat nuk janë publikuar ndonjëherë. Dhe ne të nderuar miq kemi nevojë për mbështetjen tuaj. Le të nisim dhe këtë të mërkur në sloganin ton, pra le të bashkohemi të gjithë. Ju nëpërmjet informacionit dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona dhe le t'i kthejmë këta njerëz pra ngjërit familjes. Siç ju thash dhe në fillim, sonte mendojmë se do të jetë një mërkurë gjatë pasi kemi shumë raste për të publikuar dhe fillojmë pa humbur kohë. Dua t'ju vë në dieni se gjatë 2 javëve të kaluara ne kemi transmetuar pra vazhdimisht historinë e Valdet Elshanit. Javën e kaluar kemi qenë në një dilemë jashtëzakonisht të madhe, por për të gjithë ju, përpara se ne t'ju tregojmë se çfarë ka ndodhur javën e kaluar, do doja për të gjitha ata persona të cilët nuk e kanë ndjekur historinë e Valdet Elshanit dhe është hera e parë sonte që ndjekin emisionin ton, pra të prezantonim edhe një herë historinë e Valdet Elshanit, dhimbjen që familjarët e tij për humbjen e kontaktit me të mbajnë për vite të tëra. Nga viti 1992 ai ka dalë pra nga Kosova dhe nuk është kthyer më. Kam pasur kontakte nëpërmjet letrave deri në 99-ën. Megjithatë, nëna dhe babai nga 92-shi nuk kanë më asnjë lajm për djalit të tyre dhe nuk ja kanë parë. Vajzat e tij janë rritur, nuk ja kanë parë fytyrën se sa kanë ndryshuar ato. Megjithatë, unë do doja të ndiqnim historinë e Valdet Elshanit dhe kthehemi menjëherë në studio. Oh, moj jet, oh, moj jet, di kushane, di kushesh, di kushane, di kushesh. Lufta e Kosovës hapi plak të reja në derën e kësaj shtëpie, që zorë se mund të mbyllën ndonjëherë.
Vdekja mizore mori me rëmbim djalin tjetër, të vetmin përveç Valdetit, duke e lënë këtë prag thuajse të shkret. Dy pleq të vrarë në shpirt e në zemër, që vajtojnë kujtimin e djalit që nuk kthehet më, e të tjetrit, Valdetit, të humbur në përbot. Një nusë që rrit vajzat me mundin e sakrifica e gjithherë me syt nga dera për të pritur të shoqin. Kjo është familja Elçani, në fshatin në Gavs të Rahovecit, që po i kalon stinët si pa undjerë, e prej vitesh po presin që edhe për ta të ketë një pranverë. U bëkoh që në derën e shtëpisë së familjes Elçani nuk ndihen hapat e Valdetit. U bëkoh që ai mungon në festat dhe gëzimet e shtëpisë. U bëkoh që kujtimet për të freskohen vetëm nëpërmjet fotove të albumit që shfetohet çdo ditë nga prindrit, gruaja e në veçanti nga vajzat e tij, Arbnora dhe Agnesa. Ca foto në vendlindje e shumë të tjera në Zvicër, Gjermani, Çeki apo kush e di se ku, por prapse mbeten thjesht foto të ftohta. Ishin shumë të vogla kur babai i tyre iku në kurbet. Sot janë të rritura dhe ndoshta thellë në veten e tyre, duan të ndihen krenare për atë çfarë kanë arritur në jetë. Por këtë ndjesi as nuk mund ta shprehin, as nuk po e përjetojnë nga mungesa 12 vjeçare e babait të tyre. Kontakti i fundit me Valdetin ishte në qershorin e vitit 1999 nga Pilseni i Çekisë. Por a ka ndryshuar destinacioni i qëndrimit të tij pas 12 vjetësh? Shteti i fundit që përmendet për gjurmët e Valdetit është Anglia, ku vetëm pas një viti qëndrimi në Çeki, pas telefonatës së fundit me familjen, 43 vjeçari është transferuar drejt Londrës. Kur kam larë makinën në Croydon, ai ka qenë në pruar me i Kosovar, unë të shtoj interesonë faktikisht, se dërtyre sa Kosovari se ka 2 lavazho të mëra. Valdeti, punon të lavazho? Punon të lavazho. Para një viti, në shkile, se kam parë tani. Kjo pistë është përforcuar edhe më tepër nga telefonatat e tjera të emigrantëve në Angli, ku flitet sërish për një lavazho, ku Valdeti njihet si pronari i saj, por askush nuk e njeh me këtë emër. Flitet gjithnjë se ky person mban emrin Robert. Unë shkoj pas makinën atë nga Vars, një fërtari atë. Është më thonë 98% është i ngjashëm me Prokën. E pyeta, thash po çfarë ku je këtë? A thanë gurbe, a më akse përgjigjen thanë gurbet janë që nga 90-ta. Në Zvicër, në Gjermanisht i kom pakun qanë, kështë më bone, thanë më shumë nuk e kom pyet. Robert, po mbja më nuk më va. Për çfarë qyteti po flasim? Në zonën e 4, më zgabon, sa tjerët Edgewell. Kam shkuet me bli lavazh. Po. Dhe ku shkuar me bli lavazhin, dhe më thonë kishte këtjori, si shkuar në takua, e kishte emrin Visar, ashtë në Kosova. Visari është pronari i lavazhos? O tjerët ishte me, dhe më thonë, pleshet lavazhës. E vonë mirë me tjallin bidhe, dhe më thonë, Ble lavazho? Pleshet lavazhës. Edhe pse diskutohet se Valdeti është vendosur drejt Anglisë, vizitat e tij në Çeki flitet se kanë qenë të vazhdueshme. Valdeti në fund të vinë tempës, të vinë të gëndon, e që më e në Çeki. A i ka pasur sinke, pas pasaport, që për t'lo vapi. Po, në pasaport e manë në vetë. Informacione më të pakta ka pasur dhe nga Gjermania, Zvicra apo Austria, ku përmendet se Valdet Elçani ka lëvizur në këtë shtete për marrëdhënie pune dhe e fate kohe shumë të shkurtra. Këtë lëvizje ai ka kryer me emrin Robert, ndërkohë për shumë pak njerëz ai njihet si Valdet Elçani. Të gjitha dëshmit duket se flasin për 43 vjeçarin nga Kosova, i lindur në fshatin në Gavs të Rahovecit. Ndërkohë, arsyet e hezitimit të tij për të rikthyer në familje mbeten ende të paqarta. Çfarë pengon në të vërtet Valdet Elçanin të rikthehet në Kosovë? Për atë familje që po pret,
Për ato vajza që po rriten pa baba, asgjë s'do të ketë më kuptim të plotë, pa dëgjuar zërin e vet Valdetit. Pra të nderuar miq, kjo ishte historia e Valdet Elçanit, dëshmit që kanë ardhur në emisionin ton kur ne kemi prezantuar pra historinë e tij. Ka shumë persona të cilët dëshmojnë se e kanë parë pra në Çekin, në qytetin ku ai nga ai dërgonte letra në Pilsen të Çekisë, por më tej mendohet se mund të ketë kaluar drejt Anglisë. Kemi pasur informacione nga më të ndryshme dhe siç e keni ndjekur dhe javën e kaluar, kemi qenë në kontakt me një person me emrin Robert, i cili simbas shumë të dhënave, pra ishte me origjinë nga Roveci, kishte qenë në Çeki dhe pikërisht në qytetin Pilsen, në linjë telefonike me korespondentin tonë në Angli, zotin Esat Braçi, ata kishin folur dhe në një farë mënyre kishin menduar se ishte vërtet Valdet Elçani. Mëtej kishte kontaktuar nëpërmjet mesazheve në numrin e celularit të babait të Valdet Elçanit, ky person duke ju thënë pra se unë nuk jam Valdeti, jam person tjetër, shpeshherë thoshte jam nga Peja, disa herë nga Malizi, derisa javën e kaluar në emisionin ton, dikush ka telefonuar, unë vetë e kam ngritur telefonin dhe në anën tjetër ka qenë ky person i quajtur Robert. Unë kam folur gjatë me të dhe nga biseda e gjatë që ne kemi bërë, vërtetuam se ky person nuk ishte Valdet Elçani. Pra, ngjashmëria ishte jashtëzakonisht e madhe pasi ishte nga Kosova me origjinë, kishte qenë në Çekin, në qytetin Pilsen, mëtej jetonte në Angli, mbante identitetin Robert, një identitet që ndoshta e ka mbajtur dhe Valdeti, por nuk ishte Valdet Elçani që ne kërkojmë. Kjo na detyroi të kthehemi edhe një herë nga e para, të kthehemi pikërisht aty ku e lam në kërkimet tona për Valdetin. Duke prezantuar historinë dhe duke publikuar dhe njëherë foton e tij. Për të gjitha ata persona të cilët ndoshta din diçka për fatin e Valdet Elçanit dhe ndoshta duan të na tregojnë sonte, pra kjo është arsyeja pse ne ju rikthyem sërish historisë së Valdet Elçanit. Megjithatë, unë do doja pak t'ja jepnim mikrofonin edhe vajzës së Valdetit, Arbnorës. Arbnora, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Ne biseduam pak sa edhe kur ju keni qenë e pranishme në studio, në kërkim të fatit të babait tuaj, por do doja edhe sot, pra nëse ai të ndjek, ai të ka lënë 2 vjeç apo jo? Kur është larguar, ti ke qenë vetëm 2 vjeç. Po, po kam qenë veç 2 vjeç, motra ka qenë 6 muajshe. Mund të afrosh pak mikrofonin, sepse nuk dëgjohesh? Kam qenë veç 2 vjeçe, motra 6 muajshe, nuk e njohim babain. Përmes emisionit tuaj kemi shumë shpresë që do të arrijmë deri tek ai. Shpresojmë së pari të jetë gjallë dhe mirë. Pastaj edhe shpresojmë që ai ketë dëshirë të na shohë neve. Ne kemi shumë dëshirë ta njohim atë. Kaq. Nëse ai do të dëgjonte në anën tjetër, pra mbas gjithë këtij mesazhi që disa po solle këtu, por nëse do ta imagjinonim se ai sonte të ndjek, le të supozojmë diçka të tillë. Kanë kaluar shumë vite. Çfarë do t'i thoshe babit tënd? Do t'i thosha që nëse na ndjek këto momente, edhe nëse tani vjen turp edhe të kthehet, ndoshta ndjehet pak keq, normal, ama çdo gjë me kalimin e kohës falet, harrohet, edhe dhimbjet tona ndoshta do të harrohen një ditë. Ajo që ngelet është bashkimi juaj. Po, nëse ai do të kthehet tani, shpresojmë që do ta kemi shumë më lehtë, të ardhmen që na shpresojmë që e ardhmja jonë do të jetë së bashku me atë. Na do të jemi shumë të lumtura nëse e njohim personin që na ka sjellë në jetë, që edhe ai na kemi shumë qejf me ditë që edhe ai është mirë. Dëshiron edhe ai më nuk thy neve, po ndoshta për shkak që personale tina nuk mundet veç arsyeën. Aq. Sinan, të shikoj të emocionuar sonte, syt, megjithse Arbnora fliste ti, syt i ke të mbushura nga emocionet, nga malli apo jo, nga dhimbja që ti, pra, se ke parë djalin, është i vetmi djalë që të ka ngelur, apo jo? Djalin tjetër e keni humbur në luftë. Dhe Arbnora dhe Agnesa, 2 vajzat e ti, janë të vetmet që i ruani me shumë dashuria, me bindur gjithë të vitet të tëra. Në qoftë se të ndiqte Valdeti, çfarë do t'i thoshit?
Shifre, Mund të afrosh mikrofonin. Na kemi dëshirë që ajtë na lamërot, që janë shëndoshë mirë, dhe të komunikojmë me telefona, apo me letra, me mesazhe, kemi komunikime, sa më shpesha me to. Sinan, sa vjetë u bët që nuk e keni parë djalin? Ka 15 vite. 15 vjetë. 15 vjetë. Ndërkohë që ju, mbasi ai iku në Çeki, keni kontaktuar nëpërmjet letrave, apo jo? Nëpërmjet letrave dhe nëpërmjet telefonit. Deri me 99-ën jemi ndigjuar. Keni kontaktuar. Jemi kontaktuar. Por nuk jeni parë. Nuk kemi pa. Mbas luftës së Kosovës e këtej ju jemi asgjë s'kemi ndonjë për to. Valdeti, mbasi humbi vllajën e tij, e mori vesh lajmin e kopshëm, e mori vesh të keni kontakt? Po, e din se një djali motës ime, ajo është në Gjermani, edhe jenë kontaktuar, kanë folë mes veti që ja ka tregu tanë një historinë e time të Kosovës, që ka ndodhë, kush a djegë, kush ka vdekur, gjitha e ka treguar. Pra që nga 99-a e këtej ju nuk jeni dëgjuar? Ja, s'kemi dëgjuar. Ja, u bëra të gjitha këto pyetje? Po. Edhe një gjë, Aida s'di, më duket që ju kom treguar, gishtin tregues e ka të për me vërtetuar tamam, gishtin tregues e ka këputur shëtu. E ka pak të këputur. Të këputur. Të këputur e ka. Çfarë dore? Dorës, sa më në di, dorës djathtë. Dorës djathtë. A di që për me vërtu me më konë ta mon, në të thoja, shka do në të tërkush, si ta shofin gishtin tregues, vërteto që saktë është ai. E sajta herë shëvini në emisionin tonë, sot e sajta javë, ju edhe javën e kaluar, kur rrugët ishin të mbushura me borë, ashtu. Pra udhëtuat, vetëm që të t'i boni thirrje. Po, e ide. Unë ju keni ardhur së bashku edhe me Besën dhe me nipin tuaj, bashkë me mbroma, mirë se keni ardhur. Unë dua t'ju them diçka sonte. Ani, faleminderit Ani. Unë dua t'ju them se pra publikimi një fotoje në një emision televiziv, kërkimi që ju bëni nëpërmjet emisionit tonë, jo vetëm juve, por të gjitha familjarë që ndodhen me ne në studio, mendoj se troket në çdo derë, në çdo shtëpi, në çdo zemër, sado e ngurosur dhe e ftohur që t'jetë, trokitja jonë, së bashkë nëpërmjet mesazheve që ju lini, ndoshta ka diçka. Unë dua t'ju them se në ditën e nesërme, pra të mërkurën e kaluar, ditën e enjte, në ritransmetimin e emisionit tonë, kur ritransmetohesh e emisioni, pasi çdo të enjte në rreth orës 10:30 ne ritransmetojmë këtë emision që ndiqni ju në këtë moment e live, në adresë të emisionit tonë erdhi një email. Erdhi një email së bashku me një numër telefoni. Unë dhe vetë që ja u them tani jam shumë emocionuar, sepse nuk dua të nxitohem dhe të flas para kohe, por unë dua të dëgjojmë edhe juve, të dëgjojmë, sepse mos nxitohemi siç u nxituam me Robertin, por dua të dëgjojmë diçka. Ne kemi kontaktuar me një person. Ndjekim, pra, çfarë kemi folur me të, çfarë kemi thënë. Atëre, e kemi insertin. Alo, Mirdita? Mirdita. Flas me Valdet Elshanin? Po. Në adresë të emisionit tonë erdhi një email. Një zotëri prezantohej si Valdet Elshani, me një numër telefoni. Kjo ishte biseda e parë që ne bëmë të. Zëri ju thot diçka, nuk mund ta. Të dëgjojmë ç'na ka thënë. Le ta dëgjojmë. Atëherë, dëgjojmë vazhdimin e bisedës. Jam Bernardi nga emisioni Njerëz të humbur. Valdet, besoj nuk të vjen keq nëse unë të bëja dy pyetje të vogla thjesht për t'u bindur, sepse ka patur faktikisht shumë veta që kanë pretenduar se mund të jenë Valdeti dhe kështu që thjesht duam të sigurohemi. Unë e pash në video në internet, pash babën e nonën se si kum pash shumë kohë. Për që ato unë e mura telefonin e thira për një herë në studijen e juje, atjetër dhe këthejna dhe t'i shohë se unë si kum pa moti e tash
e di që kom bo gabim, nashta e... A mund të të pyes i çfarë datëlindje je? Me 5 majtin 1969. Babai si e ka emrin? Sinan. Po nona? Hanum Shah. Po nusja jote në Kosovë si e ka emrin? Nusja me ka Hidajete. Po vajzat? Vajzat e madhe e kom lënë 2 vjet, Abnore e vogla Agnesa. A ke pas vlezër e motra të tjerë? O, kom pas vlavin Makermit 1999. Si e ka pas emrin vllai? Vlavi e ka pas Fisni. Ku ke jetuar për këto vite? Unë jetoj në Angli. Jeton në Londër apo në qytet tjetër? Jetoj në Londër, se ata unë ku i kom pa që i ipshin ato informatat për studies Shqipnijës, që ishte ata i thoshin me Robertit, nuk jo me amën e Robert këtune, jo me amën e me mbjamën tamë, Valdet Ershani. Unë e di që kom bo gabim, s'kom mujt një pa familjen e teme, e marri që ashto se jom dyqy si ku i hupur, pse, ku kom gabue, qka kom boa, e dije se baba nëuna kajt, presin për mua, e ku i pash në televizor, nuk mujta me prit për një herë, mura telefonin e tjera në studie Shqipënjës. A të ka marrë malli për familjen? Mësë më pas marrë malli s'kishtë atyrë në telefon. Për këtë ka marrë malli më shumë? Për këtë. Mirë, Valdet, kalofsh mirë atër, do të dëgjohemi prapë. Faleminderit. Mirë pafshim. Pra... Shumë faleminderit për juve. Si mas dhanëve të tina... Mund të afrosh mikrofonin. Si mas dhanëve të tina, ai tonë në përmendi me emër, me bjemër, me nanë, me vajzë, me shoqen e ti, ashtu po... Por ne prap, ka shumë vite, dyqyshi ka 18 vite. Nuk janë të pak këto vite. Dyqyshi po më do këtë një apet nuk pi dëshëris, apo pi malit, nuk po muj me cek amon që, po ka po folë, që pi njëf ato raste, vlau, motrës, dvajzëve, atër pak si po marë. Me gjitha të, ne kemi vazhduar më tej, për të siguruar akoma më shumë. Me gjitha të që a i nga thanë telefon, sepse dhe ne të gjithë jemi emocionuar, kur kemi dëgjuar zërin e ti dhe që ka pohuar për unë janë Valdeti, i kemi kërkuar një foto. Ju, nga 92 se keni parë, nuk e dini si është. A doni ta shikoni, pra? Kemi shef, kemi shef, kemi. Edhe ju, pa tjetër. Atere, në këto momente më thonë, falenderit, unë falenderoj të gjitha ta që nga kanë ndihmuar, sepse ky person kishte shumë vite pa u lidhur me familjen, ka pasur shumë hallë, me gjitha to që i kanë ndodhur, por le të mos nxitojmë, mos të mbajmë prindrit në ankth, sepse unë jam e bindur me zor presin të shikojnë foton e tij. Atëherë do doja regjia të tregojmë foton e Valdetit. Si është Valdeti sot? Atëherë kemi nuk është, kemi një problem teknik sonte nëpërmjet regjisë, megjithatë, atë më thoni kur e kemi gati, sepse është një moment shumë emocional. Është një moment shumë emocional. E kemi në këto momente. Ne kemi pasur kontakt të vazhdueshëm me të dhe i kemi kërkuar foto, derisa ne ju kërkojmë ndjes, por është emisioni drejt për së drejtë dhe janë disa gjëra që nuk varen as nga mua, as nga stafi im, por varen nga një staf teknik. Megjithatë, kemi kontaktuar me të dhe menduam që do të na i plotësonte akoma më shumë faktin se ai ishte Valdeti, duke parë foton e tij dhe duke bërë një krahasim. Dhe ai ka qenë i gatshëm menjëherë të dërgojë foton. Përveç kësaj, e kemi dërguar foton, e kemi krahasuar dhe të gjitha pra na kanë sjellë një përfundim, madje ka pas një ngjashmëri jashtëzakonisht të madhe dhe me ju, zoti Sinan. U bën kaq vite. Atëre, ky është Valdeti sot. Është Valdeti. Po si mas fizionomisë time, po më duket që po.
përveç kësaj ne kemi bërë dhe një krahasim me foton që ju na keni dhënë të Valdetit, por edhe me atë që ai na ka dërguar. Do doja të jepnim të dyja këto dhe përveç kësaj, a doni të flisë me Valdetin tani? Atere, linja nëmër 1 regjia, Valdet? Alo. Më dëgjon, mi mbrëma nga Shqipëria, Valdet. Një mama edhe ju ashtu. A do t'i flasësh babait? Po që se ka mundësi. Po, pa tjetër, si na më foli. Afro mikrofon. Valdet? Sanan. A, bos? Unë vjen shumë keq. Ju kom lënë disa kohë si kom pas, i pash një ditë që përpara para 2 javë e pash që e qitën aty në televizore, tani e pash ty e nënën e pash qikët. Do t'i flasësh arbënorës, se ke lënë 2 vjeç, Valdet. Foli arbënorës. E di që kom bo gabim të madh kom bo. Që vesh një ti përgjigje pak. Valdet, shifre me babën, gjitha ato gabime përmison edhe çdo njeri që i gjallë është, ka bo gabime. Gabimet përmison, nuk ka asnjë send vretje. Jeta vazhdon ku e ki ma mirë, veç të kemi një komunikim, një lidhje, përqafom një herë, ti do të shkojsh, do të punojsh, ku ta ki ma mirë me babën. Që ose në ki pak ndjenjën, dashnjeve, ki dëshirë, se jemi plakur, jemi raskapitur me halle, me lufte, me tonë ato si i dishti vetë, kemi qef më komunikue, mund i gju me zvetin në përmes telefonave, në përmes gjitha lojve këtune, kemi qef më në lidhë me folë një dita se kur të mërmene me babën. Sanan. Kur në babë? Merë telefonin e kje se unë e pash, ata kërkoshin... Pa tjetër, Valdet. Se unë, ata më kërkoshin si kër Robert, unë në kam Robert në Angli, unë jetoj në Londë, jetoj... Valdet, më dëgjo, mos bëj asgjë publike, do të flisnim bas emisionit, për se ku jeton ti... E di të kuptoj shumë mirë, por foli pak arbënorës, se të është rritur dhe është bërë zonjush shumë e bukur, ke vite, ke lënë 2 vjeç. Arbënora, foli babit. Përshëndetje. Mirë mama. Po. Arbënora, që shje? Mirë, faleminderit babë. Se ki idenë sa ka më ndru për këtë ditë. Unë vjen shumë keq, e di që kom bo gabim të madhë. Këto gjëra do t'i flasim më pas. Nëse telefonin e kimi pjatime, mune me marë telefonin, tani kontaktojnë në përmes telefonit. Ke të rauta e zemër si i kam unë? Ha? Ke të rauta e zemër si i kam unë? A 3 zemra si që po i re tani arbënorës? Po që së më rejë zemra? Shpresoj që së shpeti do shihemi. Inshallah. Edhe do të ndjej më afër për qafimin tënd. Faleminderit. O Valdet. Ha, të sërën. Shyre në ka ardhë Elbasani me gjatë Dibranën të marë babë. Apo mush me folë pak me Elbasani dhe me Dibranën pak me babë. Nuk mujë përsa në... Pak, du të me bo pak gajre se jenë më nu, për në binë për shdo jakë tunë në... Dhe veta i ka emocione, por Elbasan, mund të sa vjeç ke qënë? Valdet, kam të gjithë emocione në këto momente. Edhe ne bashkë me ju, me gjitha të unë shpresoj që këtë natë ju të hapni një faqe të rënë në gjithë historinë e familjes tuaj, duke u bashkuar dhe duke shpresuar të mos ndani më kur.
Babai juaj ka udhëtuar, dua të them se ka shumë javë që vjen në emisionin ton, ka udhëtuar, madje javën e kaluar, kur gjithë Shqipëria veriore ka qenë e mbuluar me dëbor, ne jemi çuditur kur ai ka ardhur së bashku me Elbasanin në studio, vetëm e vetëm për të marrë lajme nga ty. Dhe sot jam e bindur që është dita më e lumtur për të, për nënën tënde që është duke na ndjekur nga ekrani, për vajzën tjetër, për Agnesën dhe për gjithë familjen. Unë të përshëndes dhe të uroj gjithë të mirat në jetë dhe mos u ndafshi më kur. Natën e mirë nga Tirana. Natën e mirë. Natën e mirë, Valdet. Kalofshit mirë. Faleminderit. Lajmi mirë. Faleminderit edhe juve që besua tek ne. Rëndësi ka që finalja ishte u munduam, u ngatrua me një person tjetër, menduam se ishim shumë afërti, por ja, fundi është i lumtur. Faleminderit shumë. Unë edhe gjithë stafit tim, por dhe gjithë ata që kanë ndihmuar. Edhe të gjithë ata që kanë ndihmuar dhe i kanë lajmëruar Valdetin, ai ka parë në YouTube emisionin ton dhe menjëherë ka parë transmetimin dhe menjëherë ka dërguar këtë email, i cili ne kur e kemi lexuar të gjithë jemi shtangur. Pastaj kemi menduar se mos ndoshta ngatrohemi, është ai, s'është ai, derisa erdhi nata e sotme që ju të flisni me të. Mund të marrësh mikrofonin sepse nuk dëgjohesh. Kofshit, ju të respektun gjithë stafi juaj. Faleminderit. Dhe ky publik këtu që ka ardhur me na ndihjuar. Ata kofshin të respektun se këta kanë dëshirë për këto rastet që janë trënda. Shpresojmë që të kenë të njëjtin fat edhe të gjithë familjarët që kanë ardhur. Edhe këta tjerë mbas med, inshallah ja arritin qëllimit, sukur unë që ja arrita jam përstepër i kënaqur, po këta janë të kënaqur, ta gjojnë fatin djalin, vajzat. Sukur unë që e gjeta të tash, ju falenderoj gjithë. Edhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes dhe ju falenderoj që besuat në emisionin ton. Të nderuar miq, kjo ishte historia Valdet Elçanit, përfundon sonte këtu. Ai largohet nga familja e të humburve, nuk është më i humbur, por është i gjetur, shëndoshë mirë dhe së shpejti do takohet me familjen e tij. Dhe ne vazhdojmë me raste të tjera, por më përpara duhet të shkëputemi për një hapësirë publicitare. Mos u largoni sepse kemi nevojë shumë për ndihmën tuaj edhe për raste të tjera. Plus të përket ty. Jemi kthyer në studio, ndërkohë që janë duke u larguar familjarët e Valdet Elçanit për të nisur direkt në Kosovë dhe ndërkohë që ne vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton, pasi raste të tjera kanë nevojë për të prezantuar. Do të kalojmë tani pikërisht në një histori tjetër, të cilën ne e prezantuam javën e kaluar, por në momentet e fundit të emisionit dhe kemi menduar se duke marrë parasysh dhe telefonatat tuaja, kemi menduar që këtë histori këtë herë ta prezantojmë në këtë moment. Pikërisht bëhet fjalë për një histori të hershme, e cila do të kaloj tashmë në rubrikën tonë Kthim mbas vitesh, bëhet fjalë për Ismail Taipin, për cila ishte historia e tij. Për të gjithë ju që nuk na keni ndjekur javën e kaluar, do doja së bashku të ndjekim historinë e Ismail Taipit, i cili është aratisur nga Shqipëria shumë vite më parë. Megjithatë, mbas aratisis së tij kalon në shtetin grek, nga Greqia drejt Belgjikës dhe nga Belgjika më në fund lajmëron familjarët e tij. Por unë, siç u thash dhe në fillim, sonte kemi të ftuar në studio motrën e Ismail Taipit, zonjën Sadete dhe mbesën e tij, zonjën Lola. Edhe një herë mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Pra, ne e prezantuam paksa javën e kaluar, por ishte në momentet e fundit ndoshta të emisionit dhe sonte kemi menduar ta prezantojmë tani. Megjithatë, unë do doja t'ju bëja një pyetje, pra nga java e kaluar dhe deri më sot, a patët ndonjë telefonat, a patët ndonjë reagim, erdhi ndonjë person t'ju thoshte diçka që ju nuk e dinit deri para publikimit? Jo. Asgjë. Pra, gjërat vazhduan ashtu siç kishin qenë më parë. Por t'ju bëj dhe një pyetje, zonja Sadete, ju jetonin në Itali me familjen dhe keni ardhur apo stafat për të kërkuar vllajën tuaj në emisionin ton këtu në Shqipëri.
Ndërsa Lola është mbesa juaj pra vajza e vllajt të Ismailit. Sot sa vjeç duhet jetë Ismaili? Sa vjeç duhet jetë sot Ismaili? Sa vjeç? 81. Në 1 janar i la hyri për 82. Të dy vëllezrit, pra ju keni qenë 4 fëmijë, apo jo, 2 djem dhe 2 vajza. 5 fëmijë. 3 djem dhe 2 vajza. 5, po. Të 3 djemt janë larguar nga jeta dhe kanë ngelur të 2 motrat. 2 nga jeta. 2 janë, kanë ngelur 2 motra dhe një vëlla tjetër. Ai po ka qenë i larguar nuk dim, është apo s'është. Kur thonë të marrim vesh diçka që kemi trokitur në derën tuaj, se shumë vite kanë kaluar, po shpresat nuk i humbim. Nuk i humbim asnjë shpresat. Ju keni pas kontakte me të nëpërmjet letrave nga Belgjika, apo jo? Po, po. Ju dërgonte letra, a jetonte në Bruksel? Jetonte në Bruksel? Po, Lola. Që nga viti? Si qiku nga viti 1955 në Greqi, nga Greqia me një shokun e ti, një Musa Bello, në Gjerman, një qëndruan aty dhe aty shkputën. A i shkoj në Turqi, ndërsa Xhaxhai kaloi në Belgjik. Në Belgjik, në vitet e para që ndënja aty u martua dhe kishte nusin spanjolle. Gjatë kësaj kohe, mbasi u vendosë në Belgjik, na fillonte dhe dërgonte letra, shpesh. Disa raste që kishin nevoj familja për ilaçe dhe kthenin përgjigjet, u smur halla atëre, i dërgoj ilaçet, i dërgoj mamasi me ilaçet, dërgonte letra, Viles dërgonte dhe lekë dhe nuk i pranonte babaj. Dhe deri në një ditë, sa u detyrua Xhaxhai tjetër dhe i thot që mos na shqetësomo me letra, sepse ashtu ishte situata, lufta e klasave, herë zbutesh herë acaros, po kur nuk shuaj. Këto letra që vinin nga Belgjika, përpara se të shkojmë tek ajo letër që ju dërguat, por këto letra që vinin nga Belgjika, vinin me një adresë, apo jo? Ju çfarë mbani mend, sepse sa më shumë fakte t'japim dhe të dhëna, ka shumë shqiptarë që na ndjekin momentalisht nga Belgjika, nga Brukseli dhe ndoshta edhe në zonën ku ai ka jetuar. Adresat e letrës vinin pra nga Brukseli? Nga çfarë zone e Brukselit? E kanë marrë informacionin gazetarët? Unë ai atëherë kam qenë 2 vjeçe, por falë muhabeteve që beshin në shtëpi, jo me dhimbësuri, me dashuri për si gjyshrit, për djalin e tyre, si babaj me Xhaxhain dhe hallat, dhe flas me nostalgji dhe me dhimbësuri për Xhaxhain, sado që nuk e kam njohur. Rreth viteve 65 ju dërguat një letër, apo jo? Njëri nga vëllezrit. Në vitin 1990, kur filluan trazirat në Shqipëri, vëllai dërgon një letër në Belgjik, në vitin 90 apo 65? Atëherë dërguan, po i pren, i shkputëm, i thanë mos dërgoj dhe ai nuk dërgoj më letra. Jo, përpara, pikërisht te kjo letër unë dua të vi. Tek letra që ju dërguat, duke i thënë pra Ismailit se mos na shkruaj. Mos na shkruaj, sepse nuk deshe prindrit, nuk deshe partin. Nga regjimi. Në çfarë? Në 65. Që nga dërgimi kësaj letre ju nuk morët shkputën. S'kem po shkëputje. Në vitin 90, vëllai madh bën një letër Janis Xhaxhai në Belgjik. Jo, dërgon në Belgjik dhe kthehet letra. Më vonë dërgon Kryqit Kuq. Kthehet pra duke evolosur, siç vajti mbriti letra dhe u kthye. Në vitin prap më vonë vëllai dërgon në Kryqit Kuq një letër dhe përgjigja kthehet siç e keni juve që tani për tani nuk ndodhet këtu. Takimi me to do të jetë spontanisht. Ndoshta do ta bëjmë me zirat e Andresave. Po. Nisë do zirat e Andresave. Zirat e Andresave të përgjigje. Spontanisht takimi ti thot. Po. Që nga ai moment ju nuk morët vesh asnjë lajm. Vetëm fakti se kur dërguat letrën pra mbas viteve 90, ajo ju kthye mbrapsht, tregoi që ndoshta ai ishte larguar nga ajo adresë, nuk jetonte më në atë adresë apo jo. Të paktën si mbas 90. Nuk e di. Letra u kthye. Ai, pra, letrat vinin gjithmonë me emrin e tij, Ismail Taipi? Po, me emrin e tij. Po për fëmijët e tij, për bashkëshortet, çfarë ju ka thënë, si quhesh? Në 10 vjeçar në vet. Ikje ti në 55-ën deri në 40, iku në 55-ën. U morë me letra, me si të thamë vesa, deri në 47-ën. Po me thënë 27 vjetë, jo 27, po kemi 27 vjetë që kemi prerë letrat dhe nuk dim gjë. Gjatë kohë, ai na dërgonte shkruante letër, ishte martuar, kishte 2 fëmijë,
si mbas të thënave të tia që shkruantin letër, që djalit ja kishte vënë emrin Omer, emrin e gjyshit të tia, ndërsa vajzës Gjemile për emrin e të jemës vetë, të gjyshës sime. Ndërsa bashkëshortja e ti si quaj? Nuk e di. Të saktë, unë e mora nga nipi. Zade. Po, nësa është e vërtet, nësa është e vërtet, kishte shkruar në letër se unë jam martuar pra me... Këto letra ku janë? Po dhe fotografinë e ka të ja letëzoje vetë aty, që ku i ka dërgonë, letëzoje aty. Po, unë i di, po, unë ja pyes këto për të gjitha ta që në ndjekin dhe duan të mësojnë diçka më shumë, mund të ketë njerëz që mund të kenë njohur Ismailin, të cilët mund të jetojnë akoma dhe sot e kësaj dite në Belgjik, në Bruxelles. Me gjitha të, unë do doja, më thoni pak, regjia, i kemi gati insertin e Ismail Taipit për të treguar dhe njerë historinë e ti për të gjitha ta personat të cilët nuk nga kanë ndjekur javën e kaluar. Atere, do të doja Benard pak sa nuk e kemi gati atere. Po. Sa të bëhet gati inserti, unë doja të thoja se vëndi ku Ismaili ka humbur, pra së më saktë nga ka dërguar letër për herë të fundit, është zona Dampremi e krahinës Charleroi në Belgjik, jo në Bruxelles. Vëndi që është përmendur si Bruxelles, në atë vënd, faktikisht është një emër rruge në qytetin Dampremi të krahinës Charleroi. Pra është jemi duke ndjekur pikërisht ato foto për të cilat ai dërgonte pra nga Belgjika, tu ka dalë me djalin e tij. Të viteve 60 që i ka dërguar, ka bërë dhe shënim mbrapa tyre, por ka dhënë vetëm emrin, faktikisht vetëm fotoja që ishte me fëmijën e vogël ka një shënim ku thot kujtim nga Ismaili dhe Omeri, por në foton që ka me zonjën e tij nuk jep asnjë lloj detaj. Pra, ato që din familjarët se mbase mund të jetë quajtur Zade bashkëshortja, kjo nuk është e sigurt ende, nuk është shumë e saktë dhe duke marrë parasysh dhe faktin se ajo ka qenë spanjollet pakën siç e din, siç mund të ketë deklaruar në atë kohë, ndoshta mund të jetë një keq kuptim, nuk e kanë mbajtur më mirë për gjithë këto vite familjare, gjë që ndoshta mund të jetë e mirë kuptueshme, por gjithsesi dua të them se bashkëpunëtorët tanë, sidomos Lindita Manaj. Përpara se të shkojmë te bashkëpunëtorët, se do bëjmë një lidhje direkte sot dhe me Bruxellin, të marrim vesh pra nga kërkimet që kanë bërë dhe korrespondentët tanë aty, ku jemi në lidhje me këtë familje, në lidhje me Ismailin. Unë shpresoj që ai të jetë shëndosh e mirë dhe siç kam një bindje që ndoshta është vërtet shëndosh e mirë, le të shpresojmë. Megjithatë, unë do doja të bëja edhe një pyetje tjetër. Të gjitha ato letra që kanë ardhur atëherë, pra, përpara se të humnit lidhjet tek ju, kush i ka? A ekzistojnë me ato letra? Letrat që vinin atëherë, deri në 65. Nuk ekzistojnë se kur thonë unë keva në shpinë time, po pleqëri, po me punë, po këshu edhe këshu që nuk i mbajtë. Pra ju nuk ruani asnjë nga letër përveç fotot që kanë vjedhur. Përveç e fotot dhe disa adresa që kanë pru këtu. Po ne tash i bazohemi te kjo e fundit, e 90 te zirat e adresa vetë. Që thotë takimi spontanisht, edhe shpresoj që vllajti e gjallë, si mbas tash nëse si ka gjarë në gjatë jetës ti në këto vite. Tash njeriu. Megjithatë, ne menjëherë sa ju keni dërguar historinë e emisionin tonë, kemi filluar kërkimet, korrespondentja jonë në Bruxelles ka bërë kërkime nëse ekziston ndonjë familje me mbiemrin Taipi. Siç ju tham dhe javën e kaluar, ne kemi gjetur një familje me mbiemrin Taibi. Pra jo me P, por me B. Kemi menduar mos ndoshta ka ndodhur një ndryshim në mbiemër, megjithatë kemi vazhduar sërish kërkimet se kush ishte kjo familje, nëse ekziston ndonjë familje tjetër, pra me mbiemrin Taipi, pikërisht në këtë adresë, rreth kësaj adrese që ju vinin letrat ju. Dhe unë do doja të lidheshim pak me korrespondenten tonë, pra në Belgjik, Linditën, e cila do të na tregoj për gjithë kërkimet që ajo vetë ka bërë në lidhje me pra Ismail Taipin, por dhe me familjen e tij. Atëherë, linja numër 1, regjia, mirëmbrëma Lindita. Mirëmbrëma Aida. Përshëndetje, unë do doja ta mbyllit zërin e televizorit dhe më dëgjosh nëpërmjet telefonit, sepse kemi një interferencë. Po, patjetër Aida, patjetër. Unë të përshëndes, të falenderoj për gjithë punën që ke bërë gjatë kësaj kohe, edhe për rastet e tjera, por dhe për rastin e Ismail Taipit.
Edhe unë ju përshëndes juve nga Bruxelja i ta. Faleminderit. Atëre, Lindita, ku jemi në lidhje me kërkimet për këtë familje? A ekziston, vazhdon të jetoj Ismail Taipi apo familja e tij në Belgjik, apo nuk kemi diçka që të sjellim pra tek familjarët e Ismailit në përsa i përket Belgjikës? Çfarë keni zbuluar për momentin? Fajda, dhe të informacioni që Bernardi më ka dërguar për Ismail Vesel Taipin, i lindur me një i pari 1930, unë jam informuar në archivat e Charlois për arsye se në komunën ku supozoj që Ismail Taipi ka jetuar në dy adresat e vjetra që disponojmë, është shkrirë si komunë dhe janë rigrupu të gjithë punëtorët e asaj komune me komunën atashe të Charlois, me komunën qendrore. Për momentin, nuk kemi ndonjë gjë konkrete që Ismail Taipi ka jetuar në Belgjik, për momentin. Por jemi adresuar në mënyrë zyrtare nëpërmjet administratorit tonë që ndodhet atje, dhe më ka thënë që në archivat e vjetra nuk disponojnë për momentin gjë se janë të ndarë në 3 seksione. Zotëria që disponon dhe informacionin që unë i kam dërguar në mënyrë zyrtare si kërkesë për arsye se ndryshe nuk mund të bënte kërkimin e këtij personi se dihet që në Belgjik informacioni është privat. E kuptoj. Dhe nuk jepet informacion në lidhje me personat apo individat e veçantë siç kërkuam ne. Unë i kam nisë në rrugë zyrtare, një kërkesë zyrtare ku ai më ka konfirmuar që e ka marrë dhe është në kërkim të zotëri Ismail Taipit. Zotëria në fjalë quhet Didier Support dhe sot kam kontaktuar direkt në komunë me të në archivat e komunës dhe më ka garantuar që gjithë personeli është në rrugë për kërkimin e tij, mirë po informacioni nuk është i plot për arsye se nuk dim emri pasortës që është spanjolle dhe sa fëmijë ka pasur. Ne dim deri në vitin 1964 që ka pasur 3 fëmijë, i pari Omer dhe gota e dyta Xhemile. Por nuk dim se i cili seks është fëmija e tretë. E kuptoj. Dhe gjithmonë duke u bazuar në informacionin që ne kemi dhënë dhe në dy adresat e vjetra që ai ka dërguar, ekzistojnë si adresa. Por nuk kemi një konfirmim që zotëri Ismail Taipi ka banuar këtu në Belgjik për arsye se nuk gjendet në regjistrat e popullarizacionit këtu. Dhe është shumë e vështirë për momentin, duhet pak kohë, sipas të dhënave të zotërisë në fjalë Didier Support, që me pak kohë, por jo se nuk mund të arrijmë në zbulimin e tij, për arsye se kur janë marrë archivat e vjetra të viteve 1950-1965, nuk ka qenë informatika ato kohë që të informatizoheshin të gjitha dhe janë ruajtur në archivat e vjetra dhe këto janë të ndarë në 3 seksione. Gjithmonë mendohet që emigrantat nuk janë marrë në database-in informatizuar, që i kanë futur gjithë disponimet dhe archivat që kanë pasur me shkript në database-in informatik. E kuptoj. Lindita, duke marrë parasysh se mbas viteve 90, familjarët e Ismail Taipit kanë dërguar një letër pikërisht në adresën ku vinin dikur letrat para vitit 65 dhe letra ju është kthyer mbrapsht. Do me thënë, në një farë mënyre tregon se ky person nuk jeton me aty, nuk i ka rënë letra në dorë. Mëtej ata kanë vazhduar kërkimet nëpërmjet kryqit të kuq dhe ju ka ardhur një përgjigje duke ju thënë se ky person nuk ekziston më në këtë adresë, por nëse nuk dëshiron të flasë për moment, do t'ju marri vetë spontanisht. Do t'lidhet me ju spontanisht. Po, unë kam konfirmuar vetë dhe disponoj gjithë informacionin Aida, por për komunën e Charlois, që është edhe adresa e Ismail Taipit Dan Premi, ku ai supozoj që ka jetuar, nuk kam gjetur gjë në regjistrat e popullarizacionit për momentin. E kuptoj. Nuk figuron. Edhe në database-in që kemi kërkuar të personave për identitet me që janë në rrugë zyrtare që kontrollohen edhe në rrugë rutinë, me që janë një informacion rutinë për një person, për identitetin e tij, nuk ekziston. Ka pas një konfirmim që ai ka qëndruar në Belgjik për momentin, pavarësisht se ne disponojmë adresat e vjetra të tij dhe gjithmonë sipas letrës së vllajt që dërguar dhe jo është kthyer,
Megjithatë, kjo nuk është konfirmuar akoma. Nuk kam një konfirmacion zyrtar. E kuptoj. Lindita, unë të falenderoj gjithsesi jeni në pritje të një përgjigje tjetër, apo jo? Patjetër, ne jemi në rrugë në zbardhjen e Ismail Taipit, përdesa ai mendoj që ka jetuar në dy adresa. Unë adresat i kam verifikuar dhe janë të sakta. Ndërkohë që me që ne jemi në lidhje së drejti me ty nëpërmjet web kamerës, unë do doja t'ju bëja një thirrje të gjithë shqiptarëve që na ndjekin momentalisht nga Belgjika, e sidomos nga Brukseli, të gjithë atyre që mund t'jenë larguar dhe para viteve 90 në Belgjik, por dhe mbas viteve 90 nëse kanë dëgjuar rreth këtij personi, rreth kësaj familje, do t'ju lutesha të kontaktonin me njëherë me emisionin ton, por dhe me bashkëpunëtoren ton Linditën. Lindita, të falenderoj për punën e bërë deri në këtë moment, ndoshta nëse do të kemi diçka tjetër do të lidhemi sërish. Ju përshëndes nga Tirana. Po. Në lidhje me Aleksandër Ndue Nikolin. Po. Vin informacione nëpërmjet telefonit në studion tuaj që Aleksandër Ndue Nikolin ndodhet në burgun e Forest këtu në Bruksel. Po. Gjë që unë e kam kërkuar në mënyrë konfidenciale, këto gjithmonë. Po. Dhe Aleksandër Ndue Nikolli nuk ka hyrë asnjëherë në Belgjikë, se kemi kontrolluar me dashingjen dhe vitin e tij. Por në burgun e Forest këtu në Bruksel ndodhet një Aleksandër Nikolli, por është i dashinjes 2/3/1975 nuk disponon fare me Aleksandër Nikollin që kërkohet. E kuptoj. Lindita, unë po. Për momentin ka Aida, nëse unë kam ndonjë gjë të re, do lidhem patjetër me juve, do të lidhja. Të përshëndes dhe të uroj suksese në punën tuaj, do të lidhemi sërish nëse do të kemi diçka më konkrete sonte. Për momentin mirupafshim. Mirupafshim, si do të njëjta. Faleminderit. Atëherë ishim në lidhje direkte siç e ndoqët ka bërë kërkime pra dhe nëpërmjet në zonën ku vinin letrat, madje në 3 zona. Dhe për momentin nuk kemi zbuluar akoma absolutisht asgjë, të paktën me emrin e tij. Megjithatë, ju javën e kaluar më keni thënë një informacion tjetër se mund të jetë larguar drejt Kanadas. Keni pasur një të dhënë se mund të ketë shkuar në Kanada. Kush ja u ka thënë? Se nga e keni marrë vesh të? Unë të muhabet e kam dëgjuar për cipta sa dita. Nuk e di. Para shumë viteve. Por megjithatë, ky muhabet ishte në letrat e para që dërgonte, si duket ndoshta kur është martuar. Kaq nuk pastaj se mbaja mend fare në Allah se mande kur i bëra muhabet në shtëpi mamas dhe vëllezërve, më thonë që ai muhabet ishte i vjetër sepse unë e martuar shumë shpejt edhe vllai dhe mamaja i dinin më saktë muhabetet. Ky muhabet ishte si kalim thi për atë kohë. Kanë kaluar dhe shumë vite nga 65-a. Gjithsesi do të jemi në pritje, unë do t'jap fjalën dhe Bernardit na japi edhe të dhëna të tjera, pasi dhe një bashkëpunëtor toni tjetër, cilin dua ta falenderoj, na ka ndihmuar nga Belgjika, apo jo Bernard, për sa i përket kësaj familje Taibi për të cilën është vërtetuar diçka, pra ka të bëjë lidhje me Ismail Taipin apo jo. Megjithatë, përpara se të flasim për këtë histori dhe për gjithë të punë që është bërë gjatë kësaj javë, do të kalojmë sërish në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, mos u largoni. Vazhdoni telefonatat tuaja për raste që ne do të publikojmë pra edhe këtë mbrëmje. Kthehemi më njëherë mbas reklamave. Plus të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, unë falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment dhe duke telefonuar dhe për historinë e Ismail Taipit, ndërkohë që ka ardhur një informacion shumë i rëndësishëm për të marrë nga Dorina, nuk do të bëjmë asgjë publike Dorina, por mund t'ja kaloni pra bashkëpunëtores tonë në Belgjik për të marrë vesh dhe hollësi të tjera. Dhe ndërkohë Benart, japim pra, sepse javën e kaluar ne tham diçka për një familje me mbiemrin Taibi. A kishte lidhje me Ismailin kjo familje? Kishim diçka të përbashkët? Çfarë keni zbuluar gjatë kësaj jave për të? Në fakt nga të gjitha gjasat e verifikimit që kemi bërë deri tash, kjo familje nuk ka të bëjë. Të paktën deri në këtë moment nuk ka të bëjë me familjen e Ismail Taipit. Për shkak se mund të them me 99% siguri se nuk kemi të bëjmë, sepse është bërë një verifikim i tillë, edhe
të paktën ata pjesëtar familje që ne kemi arritur t'i kontaktojmë dhe të marrim emrat e tyre nuk korrespondon me asnjë pjesëtar të familjes së dikurshme të Ismailit që kishte krijuar në Belgjik. Pavarësisht se ndodhen në të njëjtën krahin, pra në Charleroi, jo direkt në qytetin Dampremi ku ai dërgonte edhe letrat, por në krahinën më gjërës, ndoshta rrethin, siç mund ta shpjegojmë. Por deri në këto momente mendojmë se nuk kemi të bëjmë fare, s'ka fare lidhje me këto familje. Kjo familje me mbiemër Taibi s'ka fare lidhje me Ismail Taibin që ne kemi kërkuar, sepse kemi parë një ngjashmëri mbi emri, kemi menduar mos kishin lidhje dhe këta kanë qenë të ardhur pra në Belgjik, por nuk kanë qenë me s'kan lidhje origjinë fare as nga Shqipëria, as s'kan lidhje me Ismailin. Dhe këtë kemi vërtetuar, pra, për momentin. Megjithatë ku jemi me kërkimet e tjera dhe me informacionet që kanë ardhur. Ne gjithsesi paralelisht me kërkimet që po kryejmë në Belgjik, gjithashtu jemi duke kryer edhe kërkime në Kanada, për shkak se familjarët na kanë deklaruar pra me ato pak kujtime që mbajnë mend ndër vite se ndoshta kjo familje mund të jetë larguar dhe në drejtim të Kanadas. Nga një kërkim paraprak duket se edhe atje nuk figuron diçka me mbiemrin Taibi dhe aq më shumë me emrin e Ismailit, por duke marrë parasysh edhe moshën aktuale të tij, një moshë relativisht e madhe mund të themi, nuk e dim nëse ai mund të jetojë apo jo, por të paktën ndoshta duke marrë parasysh që fëmijët mund të kenë ruajtur mbiemrin e tij, deri në këtë momente nuk del njëri me këtë mbiemër. Ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gjithsesi unë gjej rastin për të gjithë shqiptarët kudo që na ndjekin. Pra, dikush që ka të afërm në Amerikë me këtë mbiemër, do na lehtësonin shumë punën. Me sa duket kam të afërm. Është vllai im që është në Amerikë. Është vllai juaj i cili jeton në Amerikë. Sepse janë shumë veta që dalin në Amerikë me këtë mbiemër dhe me familjen komplet. Në çfarë shteti të Amerikës jeton? Michigan, Detroit. Në Michigan, Detroit. Po pikërisht një pjesë prej tyre dilin në Michigan. Ky vlla atëherë në 90-ën ky mori iniciativën që i bëri që dërgoi letrën xhaxhait dhe kryqit kurt. Bëtë shumë mirë që na e thatë këtë fakt, sepse ta dim kemi të bëjmë pra me familjen tuaj, apo me pjesën me trungun tjetër me Ismaili. Është vllai im, ai ka ikur. Por paralelisht jemi duke kryer kërkime edhe në Spanjë për të parë një mundësi, nëse duke marrë gjithnjë përballë se bashkëshortja e tij mund të ketë qenë spanjolle, nëse mund të jetë kthyer mundësisht në ndër qytetet e Spanjës. Me sa dëgjova nga ajo bisedë që pata pak në hapësirën publicitare me Dorin, ajo ka marrë një informacion shumë të rëndësishëm për Ismail Taibin. Me diçka që ka ndodhur rreth viteve 60, Dorina do doja ta pra konsumonit me Bernardin për t'ia kaluar dhe pra linditës, se ndoshta kjo është arsyeja pse ne nuk po e gjejmë dot me këtë mbiemër. Mund të ketë ndruar identitet, nuk e dim se çfarë mund të ketë marrë mbiemrin e bashkëshortes së tij apo diçka tjetër. Gjithsesi, ai informacion është shumë i rëndësishëm. Aida, unë për të orientuar dhe unë e di që ka shqiptar të vjetër që janë arratisur pra përpara viteve 90 në drejtim të Belgjikës, edhe ndoshta mund ta ketë njohur Ismailin dhe familjen e tij. Duhet t'japim edhe një tjetër orientim pra se familja e tyre janë me origjinë çame, gjithsesi kjo mund të jetë disi një orientim për të gjithë ata të cilët mund ta kenë njohur Ismailin dhe familjen e tij. Pra Ismaili ka qenë pra me origjinë çame, Ismail Taibi, i lindur në Çamëri. I lindur në Çamëri, keni në Volos. Në Igumenic. Jo, Vol Çamëri. Vol Çamëri. Vol Çamëri. Kështu e ka pra lindja 1901 i pari, 1930. 30 Vol Çamëri. Po, Vol Çamëri. Kështu e ka datë lindjen. Për të gjithë ata që na ndjekin dhe njëherë doja t'ju bëja thirrje të gjithë atyre shqiptarëve që na ndjekin momentalisht nga Belgjika, por dhe nga Kanadaja, pasi familjarët kanë pasur një informacion të vakët shumë se mos ka kaluar në Kanada, por të gjithë shqiptarët që ndoshta mund ta kenë njohur të person Ismail Taibi me origjinë pra nga Vol i Çamërisë, por që kanë jetuar familja për gjatë gjithë jetës së tyre në Vlorë dhe ai kur është larguar, familja ka jetuar në Vlorë, ai ishte arratisur nëpërmjet Sarandës nga Ksamili. Po. Dhe deri në vitin 65 ata kanë pas kontakte, në 65-ën njëri nga vëllezërit i shtyr nga gjendja e atyre viteve në Shqipëri, nga sistemi atyre viteve, i ka shkruar një letër të vllajt duke i thënë që vllai dashur, mos na shkruaj më, mos na dërgo më letra.
Në këtë mënyrë, Ismail Tahipi ka heshtur dhe që atëherë heshtja e tij vazhdon të shoqërojë këtë familje për të cilët sonte ata kanë ardhur pra në studio për të kërkuar se çfarë është bërë me vllajën e tyre, për t'i treguar edhe një herë se sa e vështirë pra është gjithë ajo periudhë që ata kanë kaluar pa Ismailin dhe me gjithë atë letër që kanë shkruar me dorë, por jo me zemër, apo jo? Patjetër. Ndoshta ju ka kushtuar gjithë këto vitje mungesë kontakti. Megjithatë, unë do doja sonte të ndihmesni të gjithë atyre që na ndjekin nga Belgjika, Kanadaja apo ku ka shqiptar dhe e kanë njohur këtë zotëri, i cili sot duhet të jetë 81 vjeç, por pra është aratisur nga Shqipëria rreth viteve 1955. Ka qenë ushtar 55. Ka qenë ushtar. 35 ditë bën shokët që u liruan. Shkoi në 53-shin ushtar, në 54-ën i afroi i lirimi. Ka qenë 2 muaj në Vlorë me shërbim ushtarak. Mbase iku nga shtëpia, i takoi dhe njerëz të gjithë dhe shkoi. Në këtë do me thënë dëgjuajti në radio, jo ne vetë, po sa s'kishim radio në atë kohë, më vonë kur thonë, që u kanë kaluar, jashtë atë dhe 2 ushtarë e mori radio. Pra baka shumë, kjo ka qenë historia e ratisjes së tij. Ka nikur nga Skamili Sarandës. Po, nga Skamili Sarandës. Nuk diem, gjë në 2 javësh, ta lajmëroi komanda, emrin e babait, Veysel Tahipi, të nënës. Pra, në një farë mënyre kjo ka qenë historia e ratisjes së tij, duke ndjekur dhe disa nga fotot që ai u dërgonte nëpërmjet letrave familjarëve, për të gjitha ata persona të cilët duan të na ndihmojnë, le të kontaktojnë sonte me emisionin tonë në numrat tanë të telefonit, për të na ndihmuar informacione pra rreth këtij personi, i cili është aratisur rreth viteve 1955 nga Ksamili Sarandës. Ka arritur në Belgjik dhe nga Brukseli dërgonte letra familjes deri në 65-ën. Mbas 65-ës vllai i tij këtu në Shqipëri dërgon një letër duke i shkruar, pra të lutem mos shkruaj më, mos na dërgo më letra. Që nga ai moment pra Ismail Tahipi ka heshtur dhe nuk është lidhur më me familjarët e tij. Sonte ata kërkojnë pra nëpërmjet jush, por duke shpresuar se ndoshta ai është gjallë dhe ndodhet diku në një kënd të botës, për të pritur pra informacione dhe telefonata. Dhe për t'i bërë pra për t'i përcjellë këtë mesazh. Ndërkohë që kemi shumë të tjera për t'ju thënë, dhe ne kemi shumë të tjera për t'ju thënë sonte të nderuar miq, mos u largoni, qëndroni me ne, pasi këta familjar, shpresa e vetme që kanë në këtë studio është ndihmesa juaj.